Tani, unë kam informacione shumë të sakta që Misi prej vitesh në Shqipëri është i shitur. Në Shqipëri, kjo ka bërë në Tajlandin motër. Po Miss Shqipëria ka dalë, nuk ka dalë Miss Tajlanda. Po, unë ka botërore në Tajland, o je dashur. Jena pa Dhe femra që ka marrë pa botërore. Dhe femra, dhe vazhdon të ketë, dhe femra që e meritojnë, që kanë qenë kokrat e yjeve, do më thotë dhe të pa bome, do më thotë se kjo është e bome, kjo nuk lejohet për Miss. Kupton? Kjo është totale bome. Nuk lejohet Miss e bome. Është edhe në trup edhe në fytyrë. Idhullin tim, Valkona Sellimllari, po Kjo e di sa është nana, është fut në Big Brother për të qerë maskën Brikenas dhe hallallja boftë e madhe sot. Dhe kjo ka shumë të drejtë. Në Shqipëri nuk është të blihet vetëm konkursi që bëhet i Missit, Në Shqipëri blihet çdo lloj gjëje, kështu që paguhet për të marrë vendin e parë për Miss. Ka shumë drejtë disa që thotë s'ka shans si mund të marrësh pjesë në konkurs bukurie kur ti je bë me botox. Pra duhet me marr pjesë në konkurs kirurgu, që të ka bë ty operacionet plastike, jo ti. Se konkurset e bukurisë duhet bën konkurse bukurie për femra që janë natyrale, që i ka bë zoti të bukura. Jo që i ka bë bisturia, doktori, botoksi. Tjetra, ka vajt kjo në konkursin e bukurisë, atje në botë ku vajt në konkurs bukurie, u bë e famshme kjo, si u bë e famshme kjo, duke bë veprime vulgariteti. U bë e famshme duke lënë nam pasarela, në pasarelat e botës dhe u bë virale për lënje nam. Për ignorancën, për vulgaritetin, jo unë jam e bukura, jo unë këte jam dhe, do me thonë, ju duke shëvetja superiore ndaj femrave tjera, ati ishë konkurane, që atje ishin super femrat yjet bukura, që natyrale, pa operacione plastike fare, pa ndërhyrje, pa asnjë gjë, dhe na dele na flet kjo. Kjo e di sa është e papar. Do me thonë, dhe po bo fix po t'isha unë në vendin e kësaj editës, në vend të editës në Big Brother, do bëja të njëjta gjëra. Pra ajo po bët njëjta gjëra siç mendoj unë, po i qet maskën asaj Brikenas dhe po janë nxjerr gjitha palarët në shesh, sepse ajo është një person tjetër dhe hiqet sikur është një person tjetër. Është në kontradikt me veten e saj, e ka lënë Brikenon reale jashtë Big Brotherit dhe ka fut Brikenon personazh në Big Brother. Dhe bravo i qoftë sa e di se kjo është nana fare, po ja qet maskën hallallja bofti madh i zot është njëshe.